Pre argumente madhështore të profetësisë është edhe fakti që profeti Muhammed a.s. ka paralajmëru për makinat, automjetet bashkëore të cilat jemi duke i ngas. Kur ta dëgjoni këtë, normalisht i çuditeni, por se nuk është për të çuditur, sepse vërtet Muhamedi a.s. është i dërguar i Zotit. Është një transmetim i saktë, të cilën transmetojnë Ahmedi dhe të tjerë, në të cilën profeti a.s. po paralajmëron duke na thënë që do të vjen koha që njerëzit do të hypin në disa shala të ngjashme me rihal, dhe me tu do të zbresin tek dyert e xhamive, ndërsa gratë e tyre do të jenë as të veshura as të zhveshura. Në të vërtetë në këtë transmetim janë disa argumente të rësisë. E para është që po thot shala që ngjasojnë rihal. Rihal do thot ato shtëpizat që kanë qenë në gungat e deve. Devet me të vërtetë janë krijesa shumë të fuqishme. Janë gjendje me bart, pesha shumë të rënda. Në kohët e mëhershme e kanë bë në shpinën e devës një farë shtëpizë të vogël, ashtu siç kanë vepruar edhe me elefanta. Këtu po është interesant që profeti a.s. po na thot ashqyqare, shala që ngjasojnë rihal. Edhe kur ta shikojsh automjetet tona bashkëore janë pikërisht asaj. Janë shala në kuptimin e ulseve, po edhe janë rihal në kuptimin që janë të mbështjellura në gjitha anët. Dhe këtu pastaj po tregon me këto mjete do të ndalen tek dyert e xhamive për të falur. Ndërkohë gratë e tyra do të jenë as të veshura as zhveshura. Subhanallah, këtu me të vërtetë nuk ka ndodhur kur në histori deri në kohën tonë bashkëore. Me kësi mjete, me u ndalë të dyert e xhamisë, dhe mi pas gratë as zhveshna as zhveshna, këtu me të vërtetë vetëm në kohën tonë bashkëore janë duke ndodhur këto gjëra. Ne e shohim se si kjo është reale, njerëzit shkojnë me makina në xhami, në veçanti për xhumo, e sheh që mbushet përborri i xhamisë me automjete, po në raste të caktuara ndal kerrin para xhamisë, ndërsa gruan e ka as zhveshna. Pra, në këtë transmetim kemi argumente të profetësisë madhështore dhe me vërtetë po të mos kish pas argument tjetër për arsisë për këtij, kish mjaftuar. Dietari shqiptar Muhammed Nasruddin Albani, kur e komenton këtë hadith, ai thot ashqyqare, kjo është për qëllim makinat, automjetet bashkëore.